burra e gra u mobilizuan dhe dhanë mund, gjerës e gjak për liri. Shoqatat e dalan nga UÇK në Rahovec të organizatat e tjera adhetare përpojnë gjithçka që këto vlera të ruhen e të trashëgohen. Një historik të shkurtër do ta paraqes veprimtari i çështjes kombëtare Dervish Qadraku. Të nderuar mysafir, ju shoqatat e dala nga lufta, të nderuar familjarët e dëshmorëve, zoti kryetari i komunës Ismail Latifi, urime për këtë ditë 12 majin si ditë më shënuar e historisë mbretëre të popullit shqiptar. Të nderuar pranishëm, medaljen publike të ushtrisë shqiptare në Laush të Skenderajt me 28 nëntor të vitit 1997, sidomos pas betejës heroike të Adem Jasharit dhe të familjes së tij me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, në Prekaz fillon një dinamik e re e grupeve traumatosore që deri në atë kohë kishin vepruar në mënyrë të fshehtë në pjesë të ndryshme të Kosovës. Me 24 mars të vitit 1998, Glogani do të jetë arenë e luftimeve të ashpra në mes të UÇK-s dhe forcave serbe, ku djemtë e Gloganit do të arrijnë ta përballojnë sulmin e befasishëm serb. Pasaj fitore UÇK-ja do të shpallë Gloganin, pasaj fitore Gloganit do të shpallë edhe pjesë e lirë e Dugaxhinit si zonë e dytë e lirë e kontrolluar nga UÇK-ja. Në natën 25 dhe 26 prillit, në një operacion për furnizim me armatim nga celulat e para të UÇK-s në Drenoc, grupi i furnizimit ndeshet me forcat serbe dhe ky kanal do të dekonspirohet. Aty, gjatë luftimeve, u plagosen Samil Ushtaku dhe Hoxha i Ashanicës në Thojza, dhe ndër 9 persone që ishin në këtë grup bënin pjesë edhe Fejn Gashi e Ilas Kodra, tani më dëshmorë. Për të mos rënë në duart të serbëve, një pjesë e armatimit që tashmë ishte deponuar në Drenoc, njësiti i UÇK-s mori vendim që të dalë haptas dhe të mos lejojë milicinë serbe të hyjë në fshat. Lufta atyre vendosur bëri që forcat e milicisë serbe të tërhiqen dhe kështu UÇK-ja do ta shpallë Drenocin në zonë të tretë të lirë. Për të atinin një fshat në perëndim të Drenocit kishte një komunitet të vogël serb, të cilët kishin jetuar aty për një kohë të gjatë. UÇK-ja nuk i kishte planifikuar ndonjë veprim radikal ndaj tyre, prandaj prej tyre u kërkua të mos vijnë në funksion të politikës genocidiale të Serbisë. Mirëpo, si edhe shumë herë gjatë historisë, serbët u mobilizuan për të marrë akte dhe dhune armiqësore ndaj shqiptarëve për rreth, dhe pikërisht nga ky fshat shumë prej serbëve do të mobilizohen në nësitet paraelementare e të policisë, siç u po edhe me 12 maj. Në natën ndërmjet 11 dhe 12 majit në shtëpitë e serbëve në Bratatin, pa u hetuar, do të vendosen forcat të mëdha të milicisë serbe, të cilët do synonin ta sulmonin në befasi bazën e UÇK-s në Drenoc. Një njësit i UÇK-s që po lëvizte në relacionet Drenoc-Ratkoc u sulmuan nga serbët dhe në luftime sipër u plagosin disa ushtarë të ushtrisë. Njësit ilegal i LKÇK-s i strukturuar një ditë më parë në UÇK si i përbër kryesisht nga djem nga Ratkoci, ju kishin bashkangjitur luftimeve duke zënë prit në dalje të fshatit dhe kishin hapur zjarr mbi ta, duke zgjatur kështu vijën e luftimeve përgjatë kësaj rrugeje. Disa banorë në malësi të vogël për t'i penguar njësitet e motorizuara të milicisë serbe që po shkonin në drejtim të Ratkocit kishin vënë barikada në rrugë në dalje të këtij fshati. Në orët e pasdites, njësitet e UÇK-s nga Drenoci dhe Ratkoci po zhvillonin luftime të rrepta dhe duke i futur forcat serbe në kurth dhe duke i detyruar kështu ata të tërhiqen, atë ditë u vu nën kontroll edhe stacioni më famkeq i milicisë në Ratkoc, ku ishin torturuar dhe keq trajtuar shumë shqiptarë të kësaj ane. Milicët i morën me vete edhe serbët e Bratatinit, kështu që i tërë rajoni i Anadrinis edhe shumë Anadris u vunën kontrollin e UÇK-s. Nga kjo ditë zona e lirë u zgjeruar nga Gradishi përgjatë luginës të drenit të bardh deri në Kramovik e Zatriç, e që do të përfshijë 22 fshatrat e Anadrinis. Nga kjo datë,
Kodra e Gradishit dhe Kramavikut do të shërbejnë si porta të mbrojtura nga njësitë të UÇK-s dhe do të kontrollohen hyrje-daljet nga këto pjesë. Në betejën e Bratatinit, në përballje me forcat serbe në altarin e lirisë ranë heroikisht dëshmorët e parë të Anadrinis, Milaim Krasniqi nga Pastaseli, i cili kishte ardhur nga perëndimi për të bashkangjitur luftës për shtërim, si dhe Elmi Murina nga fshati Varajok, i cili ndër të parat ju bashkangjit UÇK-s në Drenoc. Po ashtu, në këto luftime u plagosen Osman Zyberi, Mifterem Gashi nga Drenoci dhe Luzin Hoti nga Ratkosi. Gjatë tërheqjes së serbëve e kishin vrarë edhe Malush Miftarin apo Malush Morinën nga në oborrin e tij në Ratkos, ndërsa në malësi të vogël kishin kidnapuar 11 banor të këtij fshati, si edhe në Kodrën e Gradishit 4 të tjerë, 3 nga Deni dhe 1 nga Malësia e vogël. Kodra e Gradishit ishte njëra nga pikat më strategjike, e cila për rëndësinë e saj njihet që nga antikiteti. Ende dhe sot ekzistojnë themelet dëshmi e një kështjellëje apo fortifikimeve ushtarake. Kjo pjesë kishte rëndësi edhe për njësitë të UÇK-s si korridor më i sigurt për furnizim me armatime që vinte nga Shqipëria përmes Pashtrikut. Hapja e llogorëve nga ura fshajt përgjatë kurrizit të kësaj kodreje dhe kodrave në drejtim të fortesës që do të vazhdojë drejt rrasave të Rahovesit deri në pjesën juglindor të Zatriçit, e që më vonë do të lidhet edhe me zonën e Malisheves dhe të Suarekës, si dhe vendosja e ushtrisë shqiptare në këto pozicione, i tërë ky rajon do të futet në kontrollin e plotë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me 14 maj, një autokolon e gjatë e makinerisë ushtarake e milicisë serbe, që po vinte nga Prizreni në drejtim të Gjakovës, në afërsi të urës fshajt, u ndal dhe zbarkua një numër i madh i ushtarëve dhe milicëve serb për sulmuar pozicionet e UÇK-s. Angazhimi kaq i madh i ushtarëve dhe milicëve serb që për sulmuar pozicionet e UÇK-s tregon se ata nuk do të lejonin konsolidimin dhe pozicionimin e ushtrisë ushqimtare në këtë pikë strategjike. Rreth orës 8:15 do të fillojnë luftimet e ashpra, por pas disa orësh serbët me pamundësi për ndërmarrje për të marrë pozicionin të ushtrisë shqiptare të Kosovës në pjesën frontale, një pjesë e tyre kalojnë përtej urës së fshajt nga Marmulli përgjatë kanjonit dhe bregut të Drenit të Bardhë në drejtim të veriut për sulmuar prapa shpine pozicionin. Në ndërkohë, jehone bombardimeve dhe krismave të pushkëve që kishin qartë qiellin ishin dëgjuar deri në Drenis, Malishev e Klin. Dhe njësitë të armatosur të këtyre anëve, njësiti Lumi nga Malisheva, njësiti Pëllumbi nga Klina e tjerë, ja kishin mësyer pa hezitim logut të betejës në Gradish me ndihmë të luftetarëve të Anadrinis, të cilët po luftonin dhe nuk po lëvizin nga pozicionet e tyre. Atë ditë, siç rrëfen qytetarët e rastit në spitalin e Prizrenit, ishin parë ambulancat që sillnin shumë milicë të plagosur serb. Në betejën e Gradishit në përballje me paralimitarët serb, bie heroikisht me Edin Morina nga Qendresa Ish Glareva, i njësitit Pëllumbin nga Klina, i cili kishte lënë Holandën për të luftuar në emblemin e UÇK-s për lirinë e Kosovës. Në këtë ditë, tokën e Kosovës e skuqi edhe gjaku i Bajram Himajt dhe i Qamil Himajt nga Lgegja, i Merkajdomqet nga Xerxja, të cilët serbët në shenjë hakmorre për humbjet e tyre në përballje me UÇK-n i vranë ata në mënyrën më mizore. Betejë e Gradishit do të mbetet në kujtesën tonë si një betejë që në sajt e luftës së vendosur dhe vetmohuese mbi 9 orëshe e më tepër të luftetarëve të lirisë, ku veprimet gurile të drejtashme po kalonin në luftë frontale, ja kishin dhënë një mësim të mirë forcave serbe, të cilët përkundër makinerisë së shumë luftarake nuk ja kishin arritur t'i asgjësonin njësitë të UÇK-s dhe ta zhbejnë zonën e lirë të Anadrinis. Këtë betejë e ka karakterizuar edhe solidariteti i lartë luftarak në vijën e frontit, sepse për krah luftetarëve të Anadrinis kishin ardhur edhe shumë edhe ishin rreshtuar edhe 10 luftetarë nga pjesë të ndryshme jashtë Anadrinis, të cilët nuk e kishin kursyer as jetën e tyre për të dalë në ndihmë luftetarëve të kësaj ane, në mbrojtje të popullit të kësaj zone, duke demontuar kështu edhe parullet antikombëtare që qarkullonte nga disa se në Kosovë po luftohej për mbrojtjen e pragut të shtëpisë. Të nderuar pranishëm, këtu betejë dhe luftrat e pafund të popullit shqiptar, gjaku i derdhur
i mira djemeve dhe vajzave janë dielli dhe themeli i lirisë tonë, që duhet ta çmojmë dhe vlerësojmë deri në përulje. E kemi për obligim dhe amanet nga të rënët, që këto vlera t'i ruajmë dhe t'ju transmetojmë edhe gjeneratave që vinë pas nesh, në mënyrë që kjo tokë dhe ky dhe të mishërohet me zemrën dhe shpirtin e secilit, kudo që gjenden ata, sepse është i domosdoshëm për të mbijetuar si kom, për të jetuar me dignitet dhe krenar, si njeri dhe si shqiptar. Lavdi të gjithë të rënëve dhe në të gjitha kohërat.